Në natën e Isras dhe Mirajit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ngrit në qiell, tregon duke thënë që kam pa në atë natë dy melek, erdhen edhe më morën në mënzore në një tokë të shenjtë. Pasi unë nisëm, thonë, arritëm të një lumë prej gjahut, E në këtë lumë qëndronte një njeri, në mesin e këtij lumë qëndronte një njeri. Kurse në bregun e këtij lumi qëndronte një tjetër, e afër tij i kishte disa gurë. Sa herë që ky njeriu që ishte në mesin e lumit tentonte me shku te bregu i lumit, ky personi tjetër e gjunte me gurë te goja e tij derisa kthehej. Ky ndodhte sa herë që ky personi donte me shku në breg, ky gjundi me gurë edhe rikthehej prapë tek pozicioni i tij fillestar. Ky pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lekun se kush është ky person. Edhe ja kthen meleku duke u përgjigj, ai që gjendet në mes të lumit është ai i cili e ka marrë kamatin. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ar-riba 70 huba. Ribaja, kamata, është 70 kategori. Nuk janë të gjitha llojet e saj në një grad, por se janë 70 kategori, 70 lloje. Thot aisaruhunna an yankiha ar-rajulu ummuhu. Lloji më i lehtë, kategoria më e lehtë e kamatës është sikur njeriu me bë imoralitet me nanën e vet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë grad të nënçmuar ka tek Allahu subhanahu wa taala, edhe pse njerëzit e marrin për të lehtë. Kurse cila është arsyeja, ose cilat janë arsyet sa është alu kamat. I kanë cek dietar, një prej dietarëve të mëhershëm, Ibn Hajar al-Haytami, në librin e tij Az-Zawajir, i përmend shkurtimisht disa prej arsyeve. Përmend të parën synimin e shejtërisë së muslimanit, të cilit i merret një pjesë e pasurisë duke mos pas shkëmbim pasurinë apo mallit në mesin e tyre. E dyta është dëmtimi i të varfërve, sepse në shumicën e rasteve ai që jep kamatin është i pasur, nuk është i varfër. Edhe në shumicën e rasteve që e merr kamatin është i varfër dhe nuk është i pasur. Në shumicën e rasteve. E treta është pengohet bamirësia edhe ndihmesa e cila arrihet përmes borxhit. Se muslimani ku jep borxhin ka sevap madh. E kjo bamirësia dhe ndihmesa në mesin e muslimanëve pengohet. Gjëmat i nërum, sot kemi me folë për një prej smundjeve të shoqërisë islame dhe jo vetëm. Smundje për të cilën Allahu Azza wa Jall i ka kërcënuar njerëzit me luftë për tij dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, smundje e cila është kamata, përdorimi i saj në mesin e shoqërisë njerëzore. Kamata në jurisprudencën islame është e ndaluar me të gjitha llojet e saj, qoftë ajo në sasitë e mëdha apo në sasitë e vogël. Dhe kjo duke u bazuar në librin e Allahut Azza wa Jall, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në konsensusin në ijma'in e dietarëve islam. Kjo në mënyrë që muslimani me urujt prej tregtive të ndaluara dhe për atyre që përmbajnë kamat. Omeri radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte: la yabi' fi suqina illa man takhaffah. Mos të tregtoj në tregun ton vetëm se ai i cili ka mësuar rregullat e tregtisë, wa illa akala ar-riba sha'a aw aba. Ose përndryshe ai ka për të përdorur kamaten deshti apo nuk deshti. Sistemi i kamatës është i tillë i cili shkatërron shoqërinë, rrënon shoqërinë, ekonominë e saj dhe po ashtu edhe njerëzit. E shkatërron individin dhe po ashtu shkatërron edhe familjen. E duke pas parasysh të dame, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar për damet e kësaj smundje dhe ka konsideruar edhe më të rëndë se sa imoraliteti. Në ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam. Kush përfiton një dirham riba prej kamatës, ndërkohë që ai e din atë gjë, thot ashaddu min 36 zaniya, është më e rëndë se me ky 36 herë imoralitet. Kamata është prej gjinaheve të mëdha.
edhe është llogarit për një prej 7 gjinaheve shkatërruese të cilat na i ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë shokëve të tij, ijtanibu sab'al mubiqat, largohuni prej 7 gjinaheve mëkateve shkatërruese. E pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i thënë, ja Rasulullah, wa ma hunna, o i dërguari i Allahut, cilat janë këto gjinahe? Cilat janë këto gjinahe shkatërruese? Edhe i ceku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë, "Esh-shirku billah", me i atribu Allahut azza wa jall shok në adhurim, me adhuru dikën tjetër se bashkë me Allahun azza wa jall. E kjo është gjaja më e rëndë që mund të bëjë njeriu. Thot was-sihru, edhe magjia, wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, edhe me evra atë të tjetrin me evra pa të drejtë. Wa aklu riba, edhe me e hangër kamaten, me e marrë kamaten. Wa aklu malil yatim, edhe me e shpërdoru edhe me cënu edhe me e hangër pasunin e jetimit. Wa tawalli yawm az-zahf, edhe me dezertu nga fush beteja. Dhe po ashtu ka thënë, wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat, edhe shpifja ndaj grave të ndershme besimtare. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka kërcënuar në zjarr. Dhe po ashtu me luftë. Pra kjo prej Allahut azza wa jalla dhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atij që e jep dhe po ashtu e merr kamate. Duke thënë Allahu azza wa jalla, ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. O ju që keni besu, keni frikë Allahun azza wa jalla dhe hiqni dorë nga kamata nëse jeni besimtar të vërtet. Fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbi min Allahi wa rasulih. Nëse nuk e bani këtë gjë, atëherë ju është shpall ju luftë nga Allahu azza wa jall dhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Nëse pendoheni, atëherë ju do keni kapitali fillestar pra i pasunisë, e në këtë mënyrë as nuk i bani dëm tjetrit, as nuk ju bëhet ju dëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar të cilin jep edhe merr kamaten. Mallkimi në këtë rast është largim nga mëshira e Allahut azza wa jall. Fa Jabir radiyallahu anhu thot, la'na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akil ar-riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidayhi wa qala hum sawa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, e ka mallkuar atë që e merr kamaten, atë që e jep kamaten, atë që e shkruan atë, edhe po ashtu edhe dëshmitarët e saj. Dhe ka thënë të gjithë janë të barabartë, pra në gjina. Sa herë që kamata apo ashtu edhe immoraliteti janë përhap në mesin e një populli, në mesin e tyre është përhap bashkënia, janë përhap smundje të ndryshme dhe po ashtu edhe zullumi, qoftë ai prej sultanit, prej prisit apo edhe zullumi në mesin e njerëzve. Kamata i ka shkatërruar pasunit, ja ka heq bereqetin. Ashtu si thot Allahu azza wa jall, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allahu ja heq bereqetin, përfitimin kamatës dhe ja rrit bereqet edhe përfitimin sadaqas, lëmoshës. Nëse njeriu si gjykim, nëse njeriu bjen në kamat duke e ditë dhe duke besu se ky është një gjuna të cilin e ka ndaluar Allahu azza wa jall, ai vazhdon me kanë rrethin e Islam. Porse në momentin që e muhan këtë gjykim të Allahut azza wa jall, atëherë ai ka dalë jashtë këtij rrethit. Allahu azza wa jall na ka çarçuar se ç'a e pret atë që e han kamatë. Në ditën e gjykimit, kur të ngrihet prej varrit për të dhënë llogari Allahu azza wa jall, cek gjanin e këtij personi duke thënë, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ata që marrin kamat kanë urin gjallë në ditën e gjykimit, sa i që shejtani e ka çmend me atë prekjen e tij. E kjo gjithë si dënim edhe si në çmim për atë që e ka marrë kamat. Në natën e Isras dhe Mirajit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ngrit në qiell, tregon duke thënë që kam pa në atë natë 2 melek, erdhen edhe më morën në menzore në një tokë beshenjë. Pasi unë nisëm, thot, arritëm të një lumë prej gjahër,
E në këtë lumë qëndronte një njeri, në mesin e këtij lumë qëndronte një njeri. Kurse në bregun e këtij lumi qëndronte një tjetër, e afër tij i kishte disa gurë. Sa herë që ky njeriu që ishte në mesin e lumit tentonte me shku te bregu i lumit, ky personi tjetër e gjunte me gurë te goja e tij derisa kthehej. Kjo ndodhte sa herë që ky personi donte me shku në breg, ky gjundi me gurë edhe rikthehej prapë tek pozicioni i tij fillestar. Ky pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me lekun se kush është ky person. Edhe ja kthen me leku duke u përgjigj, ai që gjendet në mes të lumit është ai i cili e ka marrë kamatin. Ky është dënim prej dënimeve që kanë pas ato të cilët kanë marrë kamat në ditën e gjykimit. Ebu Huraira radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ar-riba 70 huba. Ribaja, kamata është 70 kategori. Nuk janë të gjitha llojet e saj në një grad, kurse ato janë 70 kategori, 70 lloje. Thot aisaruhunna an yankiha ar-rajulu ummuhu. Lloji më i lehtë, kategoria më e lehtë e kamatës është sikur njeriu me bë imoralitet me nanën e vet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë grad të nënçmuar ka tek Allahu subhanahu wa taala, edhe pse njerëzit e marrin për të lehtë. E kjo kamata është e ndaluar dhe ka qenë ndaluar edhe në legjislacionet e mëparshme. Allahu subhanahu wa ta'ala kur flet për hebrejt, thot në lidhje me ta thot fa bi dhulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil. Na ja kena ndaluar tyne disa ushqime të mira të cilat ishin të lejuar për ta për shkak të padrejtësive që kishin bërë, për shkak se pengoshin njerëzit nga rruga e Allahut azza wa jall, edhe për shkak se ata e merrnin kamaten edhe pse ishte ndaluar për ta. Dhe për shkak se ata i merrnin padrejtësisht pasuritë e njerëzve. Shumë për njerëzve e barazbeshojnë, e konsiderojnë të njëjtë tregtin me kamaten, e bojnë të parazvleshme, kurse kjo nuk është as pak e vërtetë, për disa arsye. Ato dallojnë me njëra tjetrën, për këtyre dallimeve para se Allahu azza wa jall e ka leju tregtin dhe e ka ndalu kamaten, duke thënë halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. E ka leju Allahu azza wa jall tregtin dhe e ka ndalu kamaten, thot Allahu azza wa jall në Kur'an. E dyta është se përmes tregtisë njeriu mundet me pas fitime, mundet me pas edhe humbje. E po ashtu tregtia kërkon lodhje, kërkon sakrificë, kërkon mund, kërkon eksperiencë, ndërsa kamata fitimi i saj është i caktuar. Edhe kjo po u lodh, gjatë që çon në pasivitet, në demelizëm dhe në padrejtësi kundrejt atij tjetrit. Po ashtu shitblemja sjell dobi për të dyja palët. Për palën që shet dhe për palën që blen, kurse kamata sjell dobi vetëm për palën që jep kamaten, edhe për palën tjetër pa vetëm se dëm. Allahu subhanahu wa ta'ala kur e ka përmend kamaten, e ka vënë në anën e kundërt të sadakas. Kur ka përmend kamaten, e ka vënë në anën kundërt të lëmoshës. Sepse ai që jep lëmoshën në janën anash i lavdëruar tek Allahu azza wa jall, kurse ai që e jep kamaten është i nënçmuar tek Allahu subhanahu wa ta'ala, siç thot Allahu azza wa jall, yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allahu ja heq bereqetin kamatës edhe ja rrit bereqetin sadakas lëmoshës. I ka vendosur në dy anë të punët Allahu subhanahu wa ta'ala në mënyrë që muslimani me meditu rreth këtyre dy palëve, në shpërblimin që merr njëra palë, në kënaqësinë që ka tek Allahu subhanahu wa ta'ala njëra palë, në dobinë që sjell njëra palë në shoqërinë, në mesin e shoqërisë ku jeton, edhe në anën tjetër në zemërimin e Allahut azza wa jall që tërheq pala tjetër, në çaqet e Allahut azza wa jall që shkel ajo pala tjetër, edhe në damet që bën në shoqëni kjo pala tjetër. Ai i cili e jep sadakan i jep nevojtarëve prej pasunisë së tij duke mos ju kërkuar në gjë mbrapsht. Ndërsa ai i cili e jep kamaten i merr aty në pasuni, duke mos i dhënë aty as edhe një gjë. Pa çka se pasunia e këtij tjetri ka bereqet. Allahu azza wa jall jep bereqet atij që jep sadakan në pasuninë e tij, në familjen e tij. Është i kënaqur me të dhe në botën tjetër ka me dhënë shpërblime më të mëdha. Kurse ky person tjetër pse i duket se po i shtohet pasunia, Allahu subhanahu wa taala i heq bereqetin pasunisë së tij, i heq bereqetin jetës së tij.
edhe në botën tjetër i mbet vetëm se dënimi i veprës së tij. Ai i cili jep sadakan i ndihmon nevojtarët dhe ja lehtëson çështjet e tyre, kurse ky personi tjetër ja ranon çështjen e tyre edhe ja vështirëson jetën e tyre. Ai i cili e jep sadakan, Allah subhanahu wa ta'ala e ruan prej lakmis, e ruan prej vetëlqimit, e ruan prej lakmis në këtë dynja, kurse ai i cili jep kamaten, lakmia e dominon këtë person. Dashnia për këtë dynja e dominon këtë person edhe shkatërrohet prej vetëlqimit si ka aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Xhamat e nderuar, siç e përmendëm përpara, kamata është ndaluar me në kohët e hershme. Siç e përmend Allahu Azza wa Jalla alimin që i bani kamatës aty në hebrejve e po ashtu kamata ka kanë njoftë në mesin e arabëve në kohën e para islam, para se marrë islam. Allah subhanahu wa ta'ala në surën Rum, sura e cila ka zbrit në Mekë disa vite para se me po hijret, para se me emigru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a përmend kamaten në të njëjtin vend me zakatin, duke e përçmuar kamaten dhe duke e ngritur vlerën e zakatit. Ky është qëllrimi i të tëra shariateve të mëparshme. Por se cila është arsyeja ose cilat janë arsyet sa është ndaluar kamat? I koncekt dietar, i për dietarëve të mëhershëm, Ibn Hajar al-Haytami në librin e tij Az-Zawajir i përmend shkurtimisht disa prej arsyeve. Përmend të parën synimin e shejtërisë së muslimanit, të cilit i merret një pjesë e pasunisë duke mos pas shkëmbim, pasunijet apo mallit në mesin e tyre. E dyta është dëmtimi i të varfërve, sepse në shumicën e rasteve ai që jep kamaten është i pasur, nuk është i varfër. Edhe në shumicën e rasteve që e merr kamaten është i varfër dhe nuk është i pasur. Shumë në shumicën e rasteve. E treta është pengohet bamirësia edhe ndihmesa e cila arritet përmes borxhit, se muslimani ku jep borxhin ka sevap madh. E kjo bamirësia dhe ndihmesë në mesin e muslimanëve pengohet. E katërta është që përmes kamatës zhduken përfitimet, njerëzit nuk punojnë, nuk merren me tregti, nuk merren me profesione e mëdha. Sot në mes në njerëzve janë përhap shumë biznese apo tregti të cilat kanë kamat të qartë në mesin e tyre. Prandaj lind muslimanin si detyrë që me i njoh disa prej llojeve të kësaj kamate e cila është e përhapur. Për llojet e kamatës së përhapur është riba nasia, është kamata e shtyrjes apo e vonesës, apo siç është e quajtur kamata e borxhit. Kur dikush e jep borxhin në fillim pa kamat, por se vjen me kush që në momentin që nuk kthehet borxhi në kohën e tij shtohet. Pa herë që e vonon kthimin e borxhit i rritet atij person borxhi. E ky lloj kamate ka kanë prezent edhe në kohën para islame, ashtu të rripen gjahilije, kamata e ignorancës, të cilin e cek Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Po ashtu prej llojeve të kamatës është edhe kamata e fajdeve. Kjo lloj kamate nën kupton që përveç borxhit robi ka me kthy edhe një pjesë tjetër shtesë. Caktohet qysh në fillim. Një sasi më të madhe se sa borxhi që ka marrë. Prej formave të tjera të kamatës është po ashtu që nëse ai që jep kamaten, ai vën disa kushte për të përfituar disa dobi. Siç për shembull nëse jep kamaten, i thotë që unë du që shtëpinë tënde du me pas që e ke me qira, du me pas qira për X kohë, apo makinën tënde du pas qira për X kohë, apo një dobi tjetër, çfarë lloj dobie. Sa herë që e jep borxhin me qëllim që me pas shtesë një dobi në të, kjo quhet kamat, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse hadithi nuk arrin gradën e saktësisë, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba, ka thënë çdo borxh i cili tërheq me veten ndonjë dobi të caktuar është kamat. Dietarët po ndron dakord në saksinë e kuptimit të këtij hadithi. Pra çdo borxh i cili ka dobi, sjell një dobi mbrapa, ai konsiderohet kamat. Po ashtu për llojet e kamatës është edhe depozitimi që shumë prej muslimanëve ndoshta nuk i kushtojnë rëndësi, por se i fusin paret në banka me interes, jo po interes, por se kam fjalën me interes.
pa pas parasysh se si konsiderohet emërtimi, konsiderohet interes, apo diçka tjetër, ndryshimi i termave nuk ndryshon realitetin e gjas. E kjo nuk e ndryshon gjykimin e Islamit që i ka dhënë kësaj tematike.